Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët në episodin e dytë në Perspektiva Podcast. Në episodin e kaluar, unë njohët me formulën kësaj iniciative dhe me dy nga moderatorët e tjerë. Unë quhem Ester Shema dhe krameje është Donald Dheshi. Do të jemi sot me ju për një tjetër bisedë mjaft interesante me një figurë shumë të rëndësishme për Lezhën, por jo vetëm, edhe për vetë Shqipërinë. Thuhet shpesh se përgjegjësitë më dha kërkojnë vendime të guximshme. Kemi kënaqësinë të kemi në panel një figurë me një eksperiencë të gjerë në fushën e ligjeve dhe administratës publike, i cili ka mbajtur pozicione kyçe në nivelet më të larta të qeverisjes. Ai ka shërbyer si zëvendës sekretari i përgjithshëm i Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë, ku ka kontribuar në koordinimin institucional, mbështetjen ligjore, zhvillimin e proceseve politikbërjes në nivel qendror, dhe ka mbajtur role të rëndësishme me administratën publike, si këshilltar ligjor pranë Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjetikës dhe drejtuesi i kabinetit të zëvendës kryeministrit, ku ka kontribuar në hartimin dhe analizën e politikave publike, si dhe forcimin e praktikave të qeverisjes institucionale. Sot, në Perspektiva Podcast, vjen si Ministri i Mbrojtjes dhe drejtues politik i Qarkut Lezhë, Zoti Armal Nufi. Faleminderit shumë që e pranuat ftesën tonë dhe jemi të bindur që nga kjo bisedë dhe intervistë do marrim dhe japim shumë çka nga njëri tjetri të dyja palët. Faleminderit shumë për ftesën. Ju jeni një nga figurat më të reja në politikën shqiptare dhe mbani një përgjegjësi shumë të rëndësishëm si Ministër i Mbrojtjes. Por para se të ndalemi tek detyra dhe përgjegjësitë që ju keni, dorim të njohim pak më shumë rreth jush, rreth jetës suaj personale. Mund të ndani pak me ne rrugtimin tuaj arsimor, rrugtimin profesional, por dhe disa aspekte nga jeta juaj personale, sidomos kur vjen puna tek balancimi i një detyre me kaq shumë përgjegjësi që keni dhe pse jo roli tuaj si prind. Nge bo shumë pyetje bëna një pyetjes. Unë kam përfunduar stimin për drejtësi në Universitetin e Tiranës. Ndryshe nga kolegët e tij që më kanë mbaruar jashtë, jam produkt bio, produkt i vendit. Kam bërë shkollën në vitin 2000. Jam titulluar si jurist. Pastaj kam pas një eksperiencë në fushën e organizatave efektive. Nga aty kam filluar pastaj karrierën si ndihmës avokat dhe më shtë pastaj si avokat. Deri në vitin 2020 kam qenë profesionist i lirë. Kam ushtuar fushën e advokatisë, kam përfaqësuar kompani të ndryshme, njerëz të ndryshëm në gjykata shqiptare. Dhe nga viti 2020 në vazhdim jam angazhuar fillimisht si këshilltar pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, edhe pastaj në gjithë ato detyra të tjera. Po jeta juaj, balancimi që keni mes profesionit dhe rolit tuaj si prind? Është e vështirë që gjesh një balancë ndërmjet punës dhe gjitha detyrave apo roleve të tjera që ke kur do t'i bësh gjërat mirë. Kur do t'i bësh gjërat mirë, nevojitet shumë kohë dhe nevojitet shumë përkushtim dhe nevojitet shumë fokus. Me jam martuar, kam 2 kalamaj, kam djalin 10 vjeç, kam vajzën 7, të dy janë në shkollë publike, kam pas fatin që t'i jem shumë afër me zyrën në fakt. Edhe kam pas një rutinë që çdo ditë që në shkollë, dhe ishte një pjesë shumë e bukur e ditës për mua. Por ajo që ka qenë me njëjtë edhe më përpara në profesionin tim si avokat, po edhe në angazhime shtetërore që kam pas, ose ka qenë përkrahje që kam pas nga bashkëshortja ime. Edhe ne kemi shumë vite bashkë, që nga koha që jemi filluar martu dhe tjerë. Dhe ajo ka qenë një ndihmë shumë e madhe dhe është personi kryesor që kujdeset në shtëpi për fëmijë. Edhe kemi pas një lloj marrëveshje të dy bashkë që fokusi është tek familjen 100%, ashtu siç është edhe fokusi tek puna, dhe kjo lloj harmonie ka po që të gjitha ndërmarrjet e përbashkëta që ne kemi marrë, qoftë tonë te puna apo te familja, të jenë suksesshëm. Është e vështirë shumë që militar që ka vetëm një fije të qëndrojë, por një militar trash zor që putet. Prandaj kjo ka kuptim figurativ të idesë që kur ke një bashkëpunim të mirë, të fortë, gjërat arrin. Në vlerëson. Zoti Nufi, tani që jeni ministër dhe figurë shtetërore, duket që po vjen ishte vendosur nga dhoma kontrolli direkt në vijën e parë të fronit. Ajo mungon koha për më të ndikoni në ndryshimin e politikave të shtetit, apo në të vërtetë pushteti shijohet vetëm atëherë kur gjithë e dinë që ju keni çelëse për shtëpisë? Unë kur nuk kam pasi pushtet. Një nga gjërat që më ka bezdisur në fakt ishte kur njerëzit çonin mesazhe urime për postin e ri. Unë nuk e shikoj shërbimin publik si post si pushtet.
e shikoj si shërbim. Kelle ministër, është një ka që vjen nga latinishtja që të thosh të shërbesh. Nga jashtë duket shumë tërheqëse apo shumë e lakmueshme, por nëse dikush vjen për të shërby, atëherë e ka përpara një përgjegjësi. Dhe kjo përgjegjësi është një ngarkesë që të rëndon. Shpirtërisht, emocionalisht, fizikisht, për sa kohë ti do të bësh më të mirë. Dhe një gjë që është shumë e rëndësishme është kuptojmë që çdo përgjegjësi është e përkohshme. Përveç përgjegjësive që janë familja të përveç për baba, prind, bashkëshor, tjera me radhë. Përgjegjësitë e tjera publike janë gjithmonë përkohshme. Siç e përmendëm, ju jeni një ndër ministrat më të rinj në Shqipëri. Si kujtoni fillimet tuaja në politik, me çfarë nostalgjie dhe cili ishte ai momenti kyç, momenti më i rëndësishëm që ju vulosët me veten tuaj dhe thatë, po, unë do angazhohem në fushën e politikës? Unë kam pas një shtektim që quhet unusual path. Unë faktikisht tim politik se kam filluar tani. Kam filluar pak a shumë moshën tuaj. Kam qenë aktivizuar në forumin e Norë Selis Qyteri. Kam qenë aktivist i atij forumi. Edhe më pas ku kam marrë në universitetet e tjerë, kam vazhduar jetën politike, por jo në prime light, jo në fokusin e drejtave, por këndonjëherë kam vazhduar angazhimin tim, simpatizimin tim e tjerë me partinë, duke qenë familja e majt, si nga babi, si nga mami, nga dy krahë. Por ky angazhim tash është ndrysh. Dhe ky angazhim vjen mbas një cikli. Kam përmbush një karrierë si avokat, mbush një karrierë si profesionist, mbush në ligjin. Pastaj jam bashkëpunëtor me qeverisë shëndetësore dhe tash shërbej si ministër. Angazhimi politik patjetër që është një sfidë shumë e bukur. Është një eksperiencë shumë e bukur, shumë emocionuese. Por vjen me një përgjegjësi. Unë e përsëris e shoh si përgjegjësi, e shoh si ngarkesë për bërë më të mirën për aq kohë sa na jepet mandati për ta bërë. Zoti ministër, suksesi i qarku varet shpesh nga përgjegjësitë që kryeministri drejtohet drejtuesit politik të zovnës. Duke parë besimin e tij tek ju, lezhjanët presin që të jeni avokati i tyre më i fortë të rrezën e vendimmarrjes. Ata ta përdorni këtë afrimitet të zotit Grama për të rrëmbyer në farë mënyrë, nëse mund ta themi, investime konkrete për lezhën, apo të ndaloheni tek programet e gatshme të Tiranës. Dhe çfarë projekti keni premtuar që do të realizoni deri në fund? Kryeministri ka pas një moment ndaj lezhës përpara se të bëhesh ministër. E tha dhe më shaka në takimin e asamblesë të lezhës që unë kam marrë më shumë se ti lezhë është e vërtet. Pavarësisht se unë jam më i gjimi editor dhe kam marrë lezhë shumë se kam edhe njerëz të mi këtu. Po ai ka marrë më shumë se unë. Dhe ai ka vëmendjen më shumë se unë. Unë pyetje zoti përgjigjesha ndryshe do të thosha çfarë do bëj lezhën për veten e vet. Dhe çfarë besimi do japin si do të jesh problem lezhën besimin kryeministrit. Kemi një kryetar bashkie shumë suksesshëm. Ka qenë kryetar partie në Tiranë, ka qenë ish deputet, ka qenë deputet shumë i suksesshëm, është një nga kryetarët e bashkisë më suksesshëm që kemi në Republikë, Endre. Edhe është një forcë, një lokomotiv që e ka treguar veten e vet dhe që e ka shfrytzuar të gjithë potencialin e vet për mirën e qytetit. Besoj që do bëjmë njëjtën gjë, do të jemi në të njëjtën frekuencë dhe sinton, por pyetja e vërtetë është çfarë do bëjnë lezhën për veten e vet. Çfarë do bëjmë ne së bashku me lezhën për të mirën e këtij qarku. Në cilin rreth mendoni se strategjia standarde nuk funksionon për të pasur një rezultat maksimal? Dhe a keni në mendje se çfarë ndryshimesh konkrete do të bëni për të përmbysur rezultatin aktual për të garantuar një rezultat më pozitiv? Unë kam parë rezultatin e fundit në lezhë jo aq negativ saç e kanë parë të tjerët. Sa që është interpretuar. Domethënë, po të shikosh, numrat tregojnë një histori më të bukur se ç'të tregoj fjalët. Fjalët flasin shumë, shifrat tregojnë një histori që është faktike. Dhe e pa ndryshueshme. Dhe shifrat në qarkun e lezhës tregojnë një avancim të jashtëzakonshëm. Ata tregojnë një ndryshim të vërtetë, tregojnë faktin që qytetarët e këtij qarku kanë përqafuar programin politik të Partisë Socialiste. Jemi shumë afër atij mandatit katërt. Besoj që me punën e gjithëve ne së bashku, duke filluar nga ju, e të gjithë të tjerë, do të kemi mundësi që ta tregojmë edhe me votë pikërisht ndryshim. E ripërsëris, të gjitha ndryshimet që bëhen sepse i do baza, bëhet sepse i do partia, bëhet sepse i do komunitet. Çdo ndryshim që është i implantuar nga sipër nuk parasjell përqafim nga njerëzit, nuk parasjell pëlqim nga njerëzit, përkundër.
Pra ne është e rëndësishme që tash në fillim edhe them pra. Ç'a duam ne këtu në Lezhë? Jo ç'a mund të vi nga lart. Ato që vi nga lart zakonisht janë vështira. Këtu është lufta. Këtu është betejë e vërtetë. Atëherë, Ministria e Mbrojtjes është nga institucionet më solide dhe me hierarkinë më strikte në vend. Të jesh në krye dikasteri me moshë kaq të re, të jesh drejtues i njerëzve që kanë shërbyer në uniformë për vite me radhë. Si ka qenë impakti i parë në këtë strukturë kaq rigoroze dhe sa e vështirë mund të themi është të implementosh versionin e politikanit të ri në ambient të tillë që u hiqet nga disiplina e vjetër ushtarake. Ka që ndoshta nuk kuptohet nga jashtë është që Ministria ka dy linja, që është linja civile dhe linja ushtarake. Linja ushtarake është e mirë definuar me ligj, e mirë rregulluar, kryesohet nga shefi i shtatit përgjithshëm dhe me radhë komandant të forcave, as vetë poshtë deri tek anëtari më i thjeshtë i forcave të armatosur të Republikës. Linja ushtarake dhe linja civile nuk përzihen. Që të thotë, kur jep punët e detimi i ministrie ti deton politikat e përgjithshme, ti zbaton planin politik të qeverisë dhe je përgjegjës për administrimin e detyrave që lidhen me zbatimin e buxhetit, me zbatimin e programeve, me zbatimin e reformave e tjera me radhë. E linja ushtarake ngjelet pa ngacmuar, ajo është e papërfshirë në politikë. Kanë një betim që e kanë ndaj Republikës, nuk kanë lidhje me politikën. Ato mund të kenë pëlqimet e tyre personale dhe çdo njeri ka pëlqime personale. Po ata janë të papolitizuar dhe rrjedhimisht puna ime me ta është të respektoj, të nderoj, të dëgjoj këshillën e tyre, të ecë sipas këshillës së tyre, në këtë nevojave që ato kanë, dhe të bëj të mundur që ato ta kryejnë punën e tyre duke optimizuar çdo lloj procesi punë që ata kanë për të siguruar Republikën e Vllazë. Faleminderit. Më konkretisht, ne jemi dy të rinj që po mbyllim vitin e dytë të gjimnazit dhe po përgatitemi me hapa sigurt për të ndërtuar një rrugë të caktuar nesër pas nesër në vendin tonë në Shqipëri. Nëse do të kishit në dorë për të ndryshuar vetëm një gjë për të ardhmen e të rinjve në Shqipëri, cila do të ishte ajo reformë dhe pse? Unë nuk e kam të një reformë sa e kam të krijimi një inception në trojën e të rinjve. Dhe ju të dy një shembull se që unë luftoj. Por kjo është intervista ime e parë në këtë format. S'kam parë as në televizion, kjo është e parë me YouTube. Dhe vlerësoj. Dhe lidhet pikërisht me përgjigjen që duhet t'jap. Mos me prit për shtetin. Do të thosh e tretë tonë, mos me prit Republikës, për pas iniciativë. Dhe iniciativa është ajo që shpërblet. Mundi është ajo që shpërblet punë. E kur ke një vizion, dhe kur ke një vullnet, dhe kur ke një përkrahje, patjetër dhe këtu hyn pastaj shteti. Dhe këtu hyn pastaj komuniteti, këtu hyn familja, këtu hyn faktorët e jashtë. Rruga është aty. Një nga udhëheqësit më të mëdhenj të gjitha kohërave, ka jetuar në Romën e lashtë, kohën e Romës lashtë. Haribali i Madh i Kartagjenës ka pas një shprehje. Nëse nuk ka një rrugë, do ta bëj një. Aty ku nuk ka një rrugë, do ta bëj një rrugë. Është vullneti, është perseverance, është punëngulje për të arritur qëllimin. Ai që diferencon atë që fiton nga ai që nuk fiton. Atë që rritur kyç dhe ankohet nga ai që çan dhe ecën përpara. Kjo do të ishte elimi që do doja që njerëzit ta shihnin ndryshe. Brezi juaj është iniciativa juaj që mund të ndryshojë përgjithmonë ta objektivin. Ky vend ka të gjitha mundësi për të qenë një nga vendet më të mira në Europë. Dhe kjo nuk është për kushton politik, është për pa fakte dhe realitet. Jemi shumë mirë pozicionuar nga ana gjeografike. Jemi shumë mirë të aksesueshëm me të gjitha kryeqendrat që ka Bashkimi Evropian. Kemi mundësi pak nga pak edhe me integrimin e plot Bashkimit Evropian që të marrin pjesë në programet më të mira që ka Europa. Besoj që iniciativa e brezit tuaj, jo vetëm të fushë ndiu, po edhe në cyber, në robotikë, në IT, në teknologji, edhe në çdo zonë tjetër, mundet me kthy përfundimisht ardhmen e këtij vendi për mirë. Dhe perspektiva. Atëherë, Lezhë është e qarku kontrastet me kullueshme, do ta marrim nga Bregdeti i Shëngjinit, historia e qytetit Lezhës dhe vaditat e forta që mbartin me ditat e Kurbini. Si drejtues politik, ju duhet t'i doni gjithë një lloj. Por siç e dim edhe prindit e kanë një fëmijë i cili u bindet pa koshose të tjerë. Nëse do të duhet të zgjidhni vetëm një vend për kaluarin e fundjavë, cili do ishte ai dhe pse? Familja ime. Do të thonë, do të bëj bisht pyetje se do bëj kështu.
Dodge the bullet, Se bosh me familje, cili tende të preferon? unë jetoj me bashortë me 2 kilometra e pojnë të mi në shtëpi. Edhe ditën e diel e kam nda me 10 ditë pushimi edhe ajo ditë është dita që unë e kaloj me ta. Mundohem që gjatë kohës, pra nga e parë të mazdite, apo bitë e javës mazdite, të jem si në Lezhë, si në Nirit, si në Laç. Mundohem të vizitoj të treja, aty ku nuk e vizitoj të treja, vizitoj 2, herën tjetër vizitoj 2 tjera. E rëndësishme është që zgjedhja, nëse vjen puna për të shpirtit, është gjithmonë familja. Faleminderit, përgjigje sinqerte. Politika është një temë diskutimi në çdo tavolinë, sidomos për një shqiptarët është bërë tashmë një term i pashmangshëm. Jo tashmë, por ka qenë, është dhe do të jetë. Gjë që ndikon shumë edhe në brezin tonë. Padyshim që me bindje dhe perceptimet ndryshme vijnë plot paragjykime edhe nga njerëzit. Çfarë është diçka që populli apo njerëzit nuk e kuptojnë për punën tuaj si ministër, pra që ju jeni ndjerë të paragjykuar për titullin që keni sot? Një nga deklarat e mia për mediat, ju referova Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe tash kemi një marrëveshje strategjike me ta që nga viti 2015. Një nga opozita kishte bërë një pozitiv, thoshte ministri nuk e di që ne jemi aleat që nga 91-shi, 92-shi, ku diun çfarë. Ajo që unë doja të thoja dhe thash është ajo që është faktike, që nga 2015 ne kemi një marrëveshje që është nënshkruar, por nuk është sentimenti apo ndjesie. Është ishte ligjore dhe faktike. Kur ne dy shtetet kemi radhë dakord që kemi një marrëdhënie strategjike njëri me tjetrin. Janë detaje si këto që të bëjnë ndjesh i paragjykuar. Pra, ti mundohesh të japësh përgjigje për një pyetje, ti mundohesh të japësh një drejtim apo orientim, një punë të caktuar dhe ti përballesh me në thojza padituri. Ignorancë, paditurinë e fakteve konkrete. Ti detyrohesh të shpenzosh shumë kohë që ti përgjigjesh apo kundër përgjigjesh faktit apo fakteve apo akuzave që lindin nga mosnjohja dhe mosdija. Shumë nga proceset vendimmarrëse kërkojnë shumë konsultim. Një lider i zgjuar, një drejtues i zgjuar, rrethohet nga këshilltarë të mirë, mos ishte nga njerëz që të thonë jo. Jo nga njerëz që thonë jo sepse e kanë për natyrë me thonë jo, por nga njerëz që janë të vërtetë, janë të sinqertë, dhe ashtu siç hekurin për hekurin, kështu do fytyra e një miku do të më një mik. Dhe kur ka thosh nga njerëz të tillë ti arrin të kesh një pamje më të qartë, marrësh një mendim më të saktë. Dhe është shumë e thjeshtë paragjykosh dikë, bazuar thjesht mbi perceptime apo nga mosnjohje. Kjo është një nga gjërat që të rëndon, të vështirëson punën, por siç e kemi sloganin ne, ecim përpara. Ne nuk ndalojmë, sepse kemi perspektivën e një Shqipërie që bëhet çdo ditë më e mirë. Ndjerë. Zoti ministër, ai moment në asamblenë kombëtare kur kryeministri Rama ju ngarkoi me përgjegjësinë e Qarkut të Lezhës, ishte një dëshmi e qartë e besimit të tij tek ju. Po duk si kroi po bënte pasport mbi profilin tuaj, duke ju vendi shpatua ka përgjegjësi kaq të madhe dhe një punë që kërkon shumë pikuri. Ne dëshirojmë të ndaleshim pak për te momentit formal dhe që u pa nga gjithë. Çfarë tha kryeministri Rama në ato shtrëngim duarsh pas kamerave? Me kryeministin kam një mallaj besimi dhe është ajo që më motivon. Kryeministri ka një qasje të veçantë për Lezhën, jo që se ka për gjithë qarqet e tjera, se çdo qark ka veçantësinë e vet, por këtu në Lezhë kemi një bast shumë të madh. Dhe pasti i madh që kemi ne këtu në Lezhë është që ajo që tradicionalisht është konsideruar veriu që përkrah Partinë Demokratike e tjerë, nën lidershimin dhe udhëheqjen e Ramës është treguar që nuk është kështu. Dhe baza e madhe që kemi ne këtu në Lezhë është jo vetëm fitoria e zgjedhjeve të 2027-s për zgjedhjet lokale, por është shkputja përfundimisht e një mentaliteti të vjetër, një psikologjie të vjetër, e një pamje të vjetër. Kryeministri ka dhënë një mesazh me përkrahjen e vet për Lezhën, me këmbguljen e tij, që gjithë qytetarët e këtij qarku ta shikojnë Partinë Socialiste jo përmes atyre lendeve që opozita ka qefta për shkruajtur, por ta shikojnë ashtu siç në të vërtetë është lokomotiva e zhvillimit, e
ekonomik, lokomotiva e perspektivës së Shqipërisë. Zotë Ministër, ishte vërtet kënaqësi diskutojmë sot me ju, sepse ne të rinj e shohim politikën shpeshherë diçka të largët e gati atë pa arritshme. Por pas bisedës sot me kuptuam se pas titujve zyrtar dhe dyrëve të ministrisë, qëndron forca vullnetit, ambicia dhe mbi gjitha përgjegjësia ndaj qytetarëve të vendit. Ju falenderojmë që na dha mundësinë, si ne si edhe publiku, që të shikojmë për te kostumit tuaj të ministrit. Nga kjo bisedë ne po marrim me vete mesazhin se rruga drejt suksesit nuk ka shënsor, por duhet ngjitet shkallë pas shkallë me disiplinë dhe me guxim. Shpresojmë shumë që kjo perspektivë që ndat sot me ne të shërbesë një nxitje për gjithë moshatarët tanë në Lezhë, por edhe në mbar Shqipërinë, për të besuar se zëri dhe angazhimi i tyre ka vlerë. Miq, ky ishte edhe episodi i dytë i Perspektiva Podcast. Shpresoj ta keni shijuar, po aq sa ne këtu në studio dhe mos harroni. E ardhmja nuk është diçka që thjesht ndodh, por është diçka që ndërtohet nga vendimet tona sot. Diçka e fundit për dhënë mesazh për brezin ton apo për gjithë lezhjanët tashmë. Më falenderoj shumë për ftesën, falenderoj shumë për pyetjet, u treguat shumë butë me mua. Si po vite pak më vështirë. Po më sa duket vetëm seria e dytë. Kam përshtypjen që ata që do vinë pas meje do ta vuj këtë nxitjen që ju bëju të dyve që bëri pyetje më të vështira, Ishte një prezantim i parë edhe me ne, edhe me publikun. Më të forta. Ju të dy jeni shembulli. E s'ka që du unë për Lezhë. E jo vetëm ju dy personalisht, për gjitha që janë si ju në Lezhë. Të ri, të reja që e shohim me perspektivë ndysh. E shohim një perspektivë ta asaj ku po shkojmë. Jo vetëm pasaj ku ndodhë. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë Zotit Ermal Nufi për praninë dhe sinqeritetin e tij. Faleminderit dhe juve që na ndoqët. Ne do të qemi shumë shpejt në episodet e radhës me personazhe të tjerë që guxojnë të bëjnë ndryshimin.